Për ty vëlla dhe motër që jeton në emigrim. Emigranti nuk largohet nga vendlindja sepse e harron atë. Ai largohet duke lënë pas prindrit, familjen, miqt, kujtimet, varet e të dashurve dhe zanin që ja qetësonte zemrën. Largon trupin, por zemra i mbetet gjithmonë atë dhe. Kanet kur ha vetëm, ditë kur lodhet pa u ankuar, lodh që i fshin fshehurazi dhe sprova që askush nuk i sheh. Shpesh buzëqesh para njerëzve, ndërsa zemra e tij qa në heshtje, por ai e di se Allahu nuk e braktis kurrë robin e tij. Allahu i madhëruar thotë në Kuranin fisnik dhe famëlart: kush i friksohet Allahut, ai do t'i hapë rrugdalje dhe do t'a furnizoj nga nuk e pret. Dhe me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Prandaj, o emigrant, mos e humb shpresën. Ndoshta je larg njerëzve që i do, por nuk je kurrë larg mëshirës së Allahut. Ai dëgjon lutjet e tua në netët e vetmis, i sheh lotët që askush tjetër nuk i sheh dhe nuk e humb kurrë shpërblimin e durimtarve. E ju që jetoni në atë dhe, kur emigrantët të kthehen, pritini me buzëqeshje, me respekt dhe me dashuri. Mos i gjykoni nga ajo që kanë arritur apo nuk kanë arritur. Askush nuk e di sa sakrifica, sa lot dhe sa net pa gjumë fshihen pas një valixheje. Ndoshta dhurata më e madhe që mund të bëni nuk është një darkë apo një fest, por një përqafim i sinqert dhe fjala mirë se u ktheve në shtëpi. Sepse sot mund të jesh ti në vendin tënd, ndërsa nesër mund të jesh ti ai që do të marrë rrugën e emergjimit. Lute Allahun për çdo emigrant, sepse ai nuk kërkon luks, ai kërkon bereqet, halal, dinjitet dhe një ditë të kthehet pranë familjes së tij me zemër të qetë. Dhe mos harro kurrë, kur njerëzit të harrojnë, Allahu nuk harron. Kur dyert e dynjas të mbyllen, dera e Allahut mbetet gjithmonë e hapur. Ai është mbrojtësi më i mirë dhe mëshiruesi më i madh.